flasim për aksionet shpejt. Flasim mirë për S&P 500, ku e shikoj unë problemet, që e shikoj zonat me strukturat. Gjë e parë që do të thojë është që po vazhdojmë të krijojmë një all-time high te S&P 500. Një dip ishte normal sepse ishim overextended me lajmet e Trumpit përpara normave të interesit, pastaj u shitëm te normat e interesit me fjalët e Jerome Powell për dhjetorin. Që shumë thjesht parashikueshme që duhet prisnim çfarë do thotë Jerome Powell, jo uljen e normave. Normat ishin pak a shumë të garantuara, 99% e prisnin. Pati këtë dipin, tani po mban, zonë e mirë. Kjo është S&P-ja që normale dhe keni dhe strukturën që unë kam vizatuar që mund të jetë një farë distribution që mund të krijohet në treg. Kam diskutuar me anëtarët e Discordit të dielën dhe është shumë interesante që të strukturohet kështu sepse mund të bëj le të themi falso këtu që mund të ketë një long, pastaj bën likuidimin dhe fillon longu real. Këtë ishte perfekte si distribution dhe mund të ndodhe, por do ta kemi në vazhdim situatën sepse e kuptohet që mund të vazhdojmë dhe për lart. I gjë që më frikson është equal weighted. S&P 500 anon le themi më shumë pesh i fut kompanive me market cap më të madh. Është e ndarë sipas market capit. Equal weighted i fut është një ETF që është i ndërtuar për pesh të barabartë për çdo aksion, për çdo 500 kompani aty pesh të barabartë. I bi që kur investojnë $10,000 secili do marrë pjesën e vet nga ato në mënyrë të barabartë. Equal weighted, kjo e barabarta, ka një problem. Ke pasur këto vazhdimsi që kanë bërë new highs brenda zonave të kanalit, por ka treguar dobësi në rritje, shitjen e 10 tetorit, pastaj kjo rritja këtu që ne te tregu normal, te S&P 500, shikojmë rritje të all-time highs, kjo nuk ka bërë all-time highs. I bin që kemi një divergjim midis equal weighted, ku përfshihen barabart i 500 kompanit, dhe S&P-s normale, ku i vihet peshat të ato më të fuqishme më shumë. Kështu që rritja që ne shikojmë te S&P-ja ka të bëjë me Nvidia dhe kompanitë më të mëdha. Duhet keni shumë kujdes te kjo pjesë sepse unë po mendoj që të hap një short te kjo ETF. Me idenë që po ra S&P 500 normale, kjo do bi diku te 5%, ndoshta te 10%, sepse do tërhiqi edhe të voglat, kompanitë më të vogla te S&P-ja për poshtë. Po shikoj, po studioj shortin këtu, ndoshta për një retestim të fundit te kjo zonë dhe pastaj mund të hapim ndonjë short të thyrë strukturës për një 5% te kjo equal weighted. Kjo është një problem për tregun sepse nuk ka anglisht quhet breadth, nuk ka le themi pozicionime te kompanitë më të vogla. Nasdaqu vazhdon te all-time highs, kuptohet sepse kompanitë më të mëdha janë te Nasdaqu, 100 kompanitë, dhe duket se u bëhet gati për një dip dhe për një vazhdimsi. Ka kapur këtë zonën, po afrohet kësaj zone më të lartë këtu te kanali. Nasdaqu ka thyer çdo barierë, sepse janë gjithë kompanitë e AI-s. Do kemi shumë kujdes me oferimin që po krijohet tani në treg për AI. Russell ka pasur dobësi, sepse për numrat e interesit është ndikuar negativ, double top këtu, edhe Russell po e shikoj si mundësi për të tregtuar një short ndoshta. Edhe mund të hyjë te kjo TRX, nuk e ose se më mend mirë. ETF-in. E Russell 2000. Jo, është një gjë tjetër. S'po më mend mirë. Nuk është TZR apo TRZ. Diçka tjetër. Gjithsesi do ta them në Telegram kur vim në meje. Sepse po e shikoj si është e kundërta, short të Russell 2000. Ideja këtu është që do të kërkojmë short Russell 2000, ndoshta equal weighted.
sepse po bën gati. Kemi VIX-in që po rritet në zonat e dura. Dhe po teston këtu. Ky dipi është normal në treg sepse duhet të rritesh edhe VIX-i pak se ishte bërë shumë i shitur. Dhe kemi kapur zona që duhet kapshim këtu për një rritje normale. Dhe pastaj mund të kemi tani një ulje të VIX-it, shpresoj është një ulje të VIX-it dhe rritje të tregut. Edhe pam të premten që patëm blerje të stocks, se unë kam blerë këto të portofoli im, kam blerë Rigetti, QBTC-n, IonQ, me udhemi det më të mira të momentit, lider janë okay. Kleo, ndonjë gjë për shtu të stocks? Jo, nuk kam ndonjë mendim për stocks. Okay.